Rivaldo Rusi, 26 vjeçar nga Shqipëria, u vrau me armë zjarri në klientët të Italisë nga pronari një banese gjatë një tentative për grabitjen e saj. Biznesmeni italian Aurelio Valiante, 58 vjeçar, pranoi se kishte kryer vrasjen para autoriteteve italiane. Me Rusin ishte edhe dikush, i cili u plagos dhe u trajtua në spitalin e Napolit në gjendje të rëndë. Ngjarja e rëndë ndodhi gjatë natës mes të dielës dhe së hënës, kur Rusi me disa persona të tjerë dyshohet se tentuan të hynin për të vjedhur në vilën e Valiantes. Sipas dëshmisë së vet biznesmenit, ai ka marrë armën e gjahut dhe ka qelluar drejt tyre. Një nga plumbat ka lënë të vdekur në vend Rivaldo Rusin, ndërsa plumbi tjetër ka plagosur rënd bashkëkombasin e tij. Pas marrjes në pyetje nga autoritetet italiane, Valiante kishte pranuar edhe se ka fshehur trupin e pajet të viktimës. Biznesmeni italian e kishte fshehur trupin në fuqi vere, të cilën më pas e kishte ngarkuar në vetur dhe e kishte transportuar disa kilometra larg për ta varrosur. Ai tashmë përballet me akuza për vrasje, fshehje trupi dhe plagosje të rëndë. Por situata është përkeqësuar më tej nga mesazhet kërcënuese në rrjetet sociale, të shpërndara nga familjarë dhe të njohur të viktimës, të cilët bëjnë thirrje për drejtësi gjaku dhe hakmarrje. Kërcënimet u postuan në TikTok nga përdoruesit shqiptar. Ngjarja s'ka përfunduar me kaq. Mbrëmjen e së martës, persona të panjohur janë përpjekur të futen në vilën e biznesmenit italian. Megjithatë, ai bashkë me familjen e tij janë zhvendosur në një vend jashtë rajonit për arsye sigurie. Kjo ka detyruar policinë të shtojnë ndjeshëm patrullimet në zonë për të parandaluar ndonjë përshkallëzim të mundshëm. Pak ditë më parë, rreth 30 shqiptarë, disa edhe familjarë të viktimës shkuan në shtëpinë e tij për të marrë hak. Përgjatë së mërkurës u publikuan edhe rezultatet e autopsisë. U mësua se Rusi u godit nga një plumbi vetëm në shpinë, që rezultoi të jetë fatal. Plumbi i dytë goditi Xhyhan Kurtin midis shpatullës dhe gjoksit, i cili tashmë po trajtohet në spitalin e Napoli.